Po vazhdojmë tash tek pjesa poligonit aty ku thamë më herët që keni ardhur mi testu edhe mi provu shkatësitë e juja 27 vjet pas luftës, po rreshtohemi tash ndalgadale te kabina ku kena me testu mas pari armë të shkurta dhe pastaj me edhe me armë të gjata. I gjithë ky demonstrim, me gjithë kjo gjujtje, gjithë kjo xhirim po bëhet nën për kujdesin e instruktorëve të licencuar të poligonit Reload. Falenderojmë instruktorin e gjatë Nuraku, i cili gjatë kohës po na qëndron afër edhe po na asiston një mënyrë për të ke fundit janë armë të reja, se ju gjithë keni njohuri me armë, siç pak a shumë edhe na njofton edhe çysh është kjo rregullat e poligonit të cilët këta pra e udhëheqin. Po, patjetër. Me gjatë fjolla për ty se do të më dëgjojmë se jena ushtarak të rregulla çysh se çfarë për shkak të ligjeve fuqishme. Unë thash më herë këtu ne s'kam çka ju shpjegoj hiç kur gjë. Vetë na kem obligim që duhet me kondi kush prej neve këtu. Protokollin do të me respektu na mas pari, tani jo gjithçysh. Vendos me gjuhë pari, vazhdojmë njerë me pistolet, pastaj shkojmë me edhe pak mi provu, thami, a kanë harrusën, po më duket po dojmë me navion. 27 kemi shurë, kemë harruar. Mas jemi para kamera, vash zoti që jo, është mirë me një oftarmen, me qitë shaj, me konshëjtar shqiptar të full, po luftën se kësha dosh kur kërkuj. Se cilë për këtyne, po te veç apishe... Po mas e të shkjetim... Ndërprej, veç apishe që janë me 3, se këta kanë dek njerë. Edhe zoti, si ka harru këta, i kalon qështu që 3. Apishe se cilë unë ma vital se që shka qenë pra 27 vite. Ma sa vite kanë kalu, se cilë për tyne kanë hekra plauk në trëp tyne. Pak në shtarë, ma boste si pytje... ton jetën i falenderoj. Ju vazhdoni rrugën e manitin tonë, kështu që në respekt për juve shumë. Dash zoti ma shëndodh kur lufta, po hipotetikisht me po me ndodh. S'po besoj që ka përgjigje. S'ki nevoj me vetë. S'kem qaret, jo përgjigje. Po në shkoj të Shkupën, tani shkojmë të Beka, që në ato jo, në ato në edhe që shtu ty. Ai si ka luftu një herë luftakme. Ai si mësu me ik. Hajde të kësirë me jena alo. Rrugën i ka vetë. Hajde pasja të kësirë me jena alo. Po fillojna me zotin Bekim Shqytë. Në është dronat. Ta është teknologjia tjetër. Veç fillimisht për e marëm si cili ka një parë kufje, të marë parasysh që me kufje se janë i lezetin për janë i edhe zonë. Kush doni muni me... Veç një sekundë zotin Bekim Shqytë, mos desot këtë... A desat i vendosim? Po desot i vendosëm në atë tjerë. Ka so plu me krami qici me ditë, se dhe nëse s'munu me që në më të parin. 3 bolle ki. Zrazë karikaturit ti. 5 ka 5 gjithse cili për orë shkurta. Okej, kap. E para sakt. E dyta sakt. E treta jo. E katërta sakt. Edhe 5-ta jo. 3-2. Do më një gjyste. 2 pas kam po asfaltin me shmetu. Po vazhdojnë ata është pro me zotin Bekim Shole, me sërë që të pak më ofër. Merë në kohën e jujës, dhe më të... E para ju... As e dyta... E katërta e sakt. E 5-ta e sakt. Tu dash po shumë kohë për më nëzej, më dogo. Në penalti këna me shku bashkë. Vazhdime. Vazhdojnë me zotin Sfishta, bro. Me cilën të armë që dënë municion keni. Me shtonë. Me e mohë, se. Zotin Shola, të të vika pak ma shumë kohë për me dhe sa të bëhet gati zotin Sfishta me... Po, me amor dorën pak. Klumat, e që edhe i herë. Po. Take your time, man. E para jo. E dyta po. Edhe pse të qështë ka rrugë. E treta jo. As e katërta. Hajde, le. Hajde, pesta po barazu me zotin Bashkim Sholja. E pesta po, barazim. Po më dohë dhe orë me i pas ka pojët, në s'pas. Pas ka programuazët. Po që po është. Vazhdoj me shkupi. Qëtot mirë që a je qa plumë. A janë qëto? Plët? I 5 atë. A janë 5? Edhe një heqa për folese. Për s'konë, shtimi tjetër. Që për shtimi një? Po më do këtë 3 janë.
është nështë pak me praktikë, do të bekem shqytë. Po, sigurisht që po. Shpesh gjunash ma saktë dhe jo vetëm gjujtja, po çdo aktivitet fizik, nëse ti nuk e praktikon me automatizëm, domethënë fillon me harru, po neve na mjafton një 10-15 fishek me gjujtë dhe mu riksu përsëri kësaj pjesa. Është më interesant. Se dia po mirë. Plus asaj duhet me qenë edhe arma që njeh pak, do të ditë arma. Kam rrok kret ajo. Nëse rrok kret. Se di që rrok kret. Në metodë tjetër ka shkruar 2 tretas e nështë pak si shpejt. Ja, dhe është komandant. Dhe është ta në kom. Nëse shkupi për ma të bone që shto, bë? E pona sakt. E dyta sakt. Kjo metodë tjetër e gjujtës. Mirë shumë tash be staj. Po vazhdojna me staj, për nështë pak përvojnë e ju që do ke ndjenja, po vazhdojna me zëtë me kemë qytë mas parit edhe me të njërë. Ndjenja të gjuajtërit në poligon me luftën është shumë e madhe. Kjo është më shumë, kjo është aktivitet fizik dhe sportiv. Po më të aktivitet sportiv, bashkë me shok të luftës që na dikur këto armë edhe këta municioni këna bojt me shpinë prej Shqipërisë, sepse që atu kanë qenë kushtet e luftës. Dhe në luft arma përdoret vetëm për azësimin e armikut e jo me gju fishek të kotë, sikur sot që po i gjujt. Kështu që është mirë edhe këta shok tonë të jerme dhe me orka në ercën nostalgjia pak do emocionet përzime sot, kur jom ka gjuj shajpe e kutoj Murrizin, që ka qenë një për snajperistav matë fort në Kosovë, ka qenë snajperista dhe një Shqugosllavinja dhe 12 muj, edhe ai me paskon sot, më na po mu e shkupën ka jahuqëm, na kish bo horë. Na kish bo horë. Po që gjaku i tina e krejt dëshmorëve tjerë është liria jonë edhe këtë poligon sot që vina me gjuhë lërshëm. Lavdi gjithë dëshmore, zëtë Lavdi, për Murrizi, për gjithë dëshmore. Lavdi. Që shke ndjenja një metodë ndryshe nga tjere. Po, ndjenja më të regu drejt mas edhe qëllimi e misionit e ka një qëllim, do më thonë, ma shumë ke qëllimi me që porosien, do më thonë, për mu ma veçan ta ndjenja ke zoni, do më thonë, i armës, e jo caku, këto e banëm se i mes shoksh, nuk jem garë këtu, kështu vetëm dështë krizme me një ma shpejt pa krizmen, kështu që me ne qlirë, do me thonë që me demonstru edhe atë djenin që nuk është edhe qash shumë rëzik mu koqit, sepse që atëherë bojnë gabime njerëzit, po shlirë do me thonë i shkrejpa disa fishek. Zotis Fishta, pësa po bëhat një framnjëre që mu rehabilitu nështë edhe veteranet qoftë në aspektin psiqik, qoftë edhe mi qëndru ofër, qoftë institucionet e shtetit, por edhe të tjerët, edhe që ndjeni ke për juve personalisht që paka shumë, nështë ta keni pas rast edhe në kalunë e mirë, po edhe tash mjesën e gjithë këtyre burrave që me shkrejp edhe njëherë ormen. Po shumë interesant, krizmat këthen pak në luft, këthen pak, apo kupton, mirë po shënjestra është zbavitje, tash është zbavitje, atëherë u konë ma interesante. Sa i përket rehabilitimit, të ndrejtën na si veteran, ma shumë i rrim gati njëni tjetrit, se që një institucion i caktuam, ose një shtet i caktuam, na rri gati neve, apo kupton, sepse na e bojmë të pamundshmën, që rastet tona, përvojat tona, për ato trauma, ti përcjellëm të shokët tonë të veteran tjerë, pra i ndihmojmë njëri tjetrit në çdo aspekt, edhe në aspektin material, edhe në aspektin psikologjik. Do me thonë pak ban shteti, është të bo pak shumë shteti për këtë kategorit njerëzve, që t'jen stabil gjatë jetës tyne pas luftës. Zoti Bashkërshkalla, për ju a u dëshprove apo që shke pjesa e gjujtjet? Për ne veteranët, krizmat pak janë edhe të lashme, se tash i kemi bo për 50 vjetë, shumica janë për 50 vjetë, po ka i herë ka nevoj më arë në kësi vendi me gjujt, mësë më harru krejtë, se nuk i dijet, nështë ta ndohë se vyna petë, inshallah kur nuk ndohë, po krejtë mi harru zbën, pa gjujt, bile më arë ka herë, që kjo është si vend sportiv është, më arë me gjujt ka i herë. E bune një pytje... Po mësë me gjujt pa nevoj. Viteve 96-97 në ka ronë Shqipëri me najtë koqa gjatë me kadrinë e mashimin, po 97 ka qenë gjdo shqiptar ka qenë një armatosur, edhe kanë gjujt pa kontrol, edhe në vëra, aseshne. Paka shumë, nuk më pëlqenë me gjujt pa nevoj arme, si vesh me gjujt hajtë me bo zhurën pa nevoja, kur të nevoja me gjujt të mirë,
kush ka qef me gjujt, me arë në kësi vendi, me gjujt se... Qifti Ramush Haradinaj, kur i nin krismat, e ka përjetu vran Luanin edhe ka qu 2-3 sahat në shpinë vetë. Ai kur i nin krismat, nuk është i njëjtë sikur na. Dhe më thonë, është një dhimbje e mrenshme që ai nashta nuk e shfaq në fytyrën e tina, edhe arsyeja që ka një herë që kur e shoh për shembull, kur ja fute gjunë, e di që ka mllefin me qit jashtë për shkak të asaj lidhjes të dhëmshme që ka në familjen vet. Po përmendni një rast që ka shumë raste të tjera. Po nëse zotin Haradinaj pikërisht në emisionin e jon ka pas një emocion të veçantë ku thotë që nana Ruk, pra nana gjithë aty në herojve të familjes Haradinaj thotë që sa herë të sheh armët e i puth. Pasi thotë që çto na kanë pështu, pra, të që shtatë jo në atë kohën kur është dashur, kanë shërbysi për mbjetesë edhe për ekzistencë. Pra në këtë rast, kjo është ajo ndjenja e juaj që keni sidomos me këtë pjesën e armës, se cilën e çmoni atë shumë. Edhe se cilin plumb që shkrevët keni qef që mos me gju dëm. Mos me qu poshtë.